Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajibin wa ala jami' al-anbiya'illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshit mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Sot, me ndihmën e Allahut do të flasim për një virtyt të lartë, një cilësi madhështore, me të cilën duhet që të gjithë ne të vishemi me ta, të jetë petku ynë në këtë jetë, dhe pikërisht është për bindja e fortë në kohë dyshimesh dhe krizash. Jetojmë në një kohë ku dyshimet, krizat dhe sprovat janë shtuar. Çdo ditë ndeshemi me lajme që trondisin mendjet, me ide që synojnë të dobësojnë besimin, me padrejtësi e sprova që lëkundin zemrat dhe shpirtin. Pikërisht në këto momente bëhet dallimi midis atyre që kanë bindje të fortë dhe atyre që kanë bindje të dobët dhe luhatje në besim. Por çfarë është bindje? Al-yaqin, që njihet në termin apo në terminologjinë islame. Bindja, al-yaqin, është besimi i vendosur, i sigurt të përputhje me realitetin, që nuk zhduket nga dyshimet, sado të forta të jenë ato. Bindja e fortë është besimi i thellë dhe i palëkundur në të vërtetën e Allahut, në premtimet e tij dhe në udhëzimin e tij, pa dyshime, pa hezitim. Fjala al-yaqin, bindje, është përmendur në Kur'an 23 herë në forma të ndryshme. I dashur i zemrave tona, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij dhe imamët e Ehli Bejtit të pastër, paqja qofshin mbi ta. Në thënjet e tyre na nxisin që të zbukurohemi me këtë cilësi, pra me cilësinë e bindjes. Sepse bindja është themeli i qëndrueshmërisë shpirtërore. Edhe nëse zemra është e gjallë, me këshill dhe e lirë nga lakmia, prapse ajo mbetet e brisht. Nëse në të nuk ka bindje të fortë, bindja al-yaqin është si rrënja e pemës. Sa më e thellë të jetë, aq më i fortë është trungu përballë erave të dyshimit, sfidës dhe të krizës. Kur njeriu ka bindje të plotë në veten e tij, pra ka bindje të plotë që është i krijuar nga Allahu fuqiplot, dhe ka bindje të plotë për qëllimin përse ka ardhur, çfarë do të bëjë dhe ku do të shkojë.
ky njeri nuk i humbet shpresat në vështirësi, ata nuk e trondit dyshimi në fe, ata nuk e mashton pasuria apo fama, dhe nuk e ndalon frika në rrugën e drejtën. Allahu i madhruar në Koran i lavdëron ata që kanë bindje dhe thotë se ata janë besimtarët e vërtet. Dhe këtë e lexojmë në jetën 15 të surës Hujurat, që thotë vërtet, ata janë besimtarë të vërtet, të cilët besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, e pastaj nuk dyshojnë. Pra janë plotësisht të bindur në besimin e tyre, në besimin në Allahun fuqiplot, në besimin në të dërguarin e tij, në vullën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Bindja të dashur dhe motra është forca dhe fuqia e zemrës që e ruan njeriu nga rënja. Bindja e fortë është drita e zemrës që nuk fiket edhe kur errësohet mbar bota. Bindja është forca që e mban njeriu në këmbë kur rrethanat e jetës e trondisin. Ata të cilët kanë bindjen e fortë, padyshim që ata janë pa njerëz të lumtur në këtë jetë. Ata do të jenë të shpëtuarit në jetën tjetër. Por cilat janë shenjat e bindjes? Këtë na e sqaron Imam Aliu alayhis salam në thënien e tij, ku thotë dëshira e zjarrt për ahiretin, për botën tjetër, është shenjë e tyre që kanë bindje të plotë. Sepse kur njeriu arrin në bindjen e plotë se kjo botë është kalintare dhe nuk është krijuar për këtë botë, por është krijuar për botën tjetër, atëherë kjo është një nga shenjat e bindjesme që ka njeri. Pra kushdo që ka mall për jetën tjetër, ai do të thotë është i bindur plotësisht. Por cilat janë gjithashtu shkallët e bindjes? Sipas ajeteve të Kuranit kuptojmë se bindja al-yaqin ka 3 shkallë, të cilat janë të njohura dhe të sqaruara me libra të shumtë, literaturë të shumta nga dietarët e etikës e të moralit. Dhe ato 3 shkallë janë: e para, al-ilmu al-yaqin, dija e bindur. Dhe ky është një besim i palëkundur dhe i saktë që përputhet me realitet. Pra, njeriu kur mbartë atë dijen e bindur, është i bindur për ekzistencën e Allahut, është i bindur për cilësitë të emrat e bukur të Allahut, është i bindur për qëllimin në këtë jetë. Atëherë, ky është ai besimi i palëkundur dhe i saktë që përputhet me realitetin. Dhe kjo shkallë e bindjes arrihet përmes arsyetimit me shkaktarët dhe pasojët. Për shembull, bindja për ekzistencën e zjarrit duke parë tymin, sepse nuk ka tym pas zjarrit. Pra kur shikon njeriu pra tymin, ai ka dije të plotë të bindur se
aty ka zjarta. Shkalla e dytë është ainul yaqin, pamja ose shikimi me bindje. Kjo do të thotë ta shohësh atë që kërkon me syrin e brendshëm, me syrin e zemrës. Dhe kjo është më e qartë se shikimi me shqisën nga syrit. Kjo shkallë është ajo që i referohet Imam Aliu a.s. ku thot, nuk e adhuroj Zotin pa e parë. Por, nuk është shikim me sy, është ai shikimi me zemër. Se kur e pyetën edhe një herë, pyetën Imam Aliun, si e adhuron atë që nuk e sheh? Imami ju përgjigj, atë nuk e shohin syt, që ne shikojmë, që i syt e jashtë, por atë e shohin syt që ndodhen brenda në krahëror, pa që është syri i zemrës. Dhe kjo bindje arrihet përmes ushtrimeve shpirtërore, pastrimit dhe çlirimit të plot të shpirtit nga gjërat materiale. Të dakë edhe ajo e treta është pra ainul yaqin që e përmendëm. Të dashur vëllezër dhe motra, të flasësh pra për cilësinë e bindjes, duke në kohë, por kryesore është që ne ta kemi me brendin tonë, të jemi të veshur me bindje, të jemi të bindur se krijuesi i pra është Allahu, të jemi të bindur se këtë jetë do ta lëmë, do të ikim, të jemi të bindur që na pret një jetë e përjetshme, prandaj ne të furnizohemi për atë jetë. Të mos kemi dyshime në ringjalljen tonë, të mos kemi dyshime se do të dalim para Allahut, të jemi të bindur gjithmonë për botën tjetër. Dhe se ne do t'japim llogari për gjithçka. Dyshimi është arma e shejtanit. Ai pra shejtani mundohet që me anë të dyshimit t'i fus njerëzit në qorsokake, në paqartësi, duke u përshpëritur atyre, a është e vërtet feja? A vlen të bëhet durim? A më sheh Zoti? A më dëgjon Zoti? A do t'japim llogari? Pra me këto përshpëritje, djalli shejtani përpiqet pra që t'ia dobësoj bindjen dhe besimin njeriu. Prandaj le të kemi kujdes. Kur njeriu ka bindje të fortë dhe të plotë, ai e di se pas çdo errësire vjen drita. Pas çdo sprove vjen lehtësimi. Dhe se asgjë nuk ndodh pa urtësinë dhe caktimin e Allahut fuqiplot. Në Kur'an Allahu na ka lajmëruar se bindja nuk qëndron pas prova. Në ajetin 2 të surës Ankebut, Allahu i Madhëruar thotë, vërtet mendoj njerëzit, pra të gjithë, se do të lihen të thonë ne besojmë, pa u vënë në provë. E hasiben nasu, e yutraku, e yaqulu amanna, wa hum la yuftanun. Sprova ka qenë, është dhe do të qëndrojë deri në fund të kësaj jete. Edhe ata që ishin para nesh, u sprovuan, si thot ajeti 3, për përsëri në surën Ankebut, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ne kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre, në mënyrë që Allahu të dallojë ata që thonë
të vërtetën dhe ata që gënjejnë. Pra, gjithmonë pra, bindja është e shoqëruar edhe me sprova. Me qëllim pra, që Allahu ne pra të na sprovoj se kush jemi, kush janë të vërtetë dhe kush janë gënjeshtarë. Të dashur vëllezër dhe motra, krizat, qofshi shpirtërore, ekonomike apo shoqërore, ato janë si furra që shkrin metalin. Ajo që mbetet pas shkrirjes është ai ari i pastër. Në kohë krizash, besimtari e ruan qetësinë, e forcon lidhjen me Allahun dhe ushqen zemrën me dhikr, përmendjen e Allahut, namaz dhe dua. Ai pra e ruan qetësinë sepse është i veshur me atë cilësinë, virtytin e lartë të bindjes të plotë. Asnjë stuhi nuk e lëkun bindjen e tij, të besimtarit. Përderisa zemra e tij pra është e mbushur me bindje dhe zemra e tij është e lidhur me Krijuesin, Allahu fuqiplot. Shembull, kemi profetin Jusuf alayhis salam, përveç profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili pra në pus, në burg, kur ju bë pa drejtësi, në të gjitha këto sprova, në të gjitha këto raste, bindja e profetit Jusuf alayhis salam nuk u dobësua. Dhe arriti pra atë pozitën e lartë, qoftë tek Allahu, qoftë në mesin e njerëzve. Fal bindjes, bindjes së fuqishme që kishte. Transmetimet, hadithet e profetit e të Ehlebejtit alayhis salam janë të shumta që flasin për bindjen. Është detyra jonë të njihemi me to dhe t'i zbatojmë thënjet e tyre në jetën tonë. Sepse thënjet e profetit dhe të Ehlebejtit janë recetë shëruese për çdo shpirt, për çdo zemër. Profeti unë i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, me të vërtetë, njerëzve nuk u është dhënë në këtë botë asgjë më e mirë se bindja dhe shëndeti. Prandaj kërkojini ato për Allahut. Pra kërkojini për Allahut bindjen e fortë, bindjen e plotë dhe shëndetin. Sepse kur njeriu pra është i bindur plotësisht, ai është i qetë. Kur njeriu ka shëndetin, edhe është i qetë. Gjithashtu. Imam Aliu alayhis salam ka thënë, sa e madhe është lumturia e atij njeriu, zemra e të cilit përgëzohet me freskinë e bindjes, el yaqin. Sa madhështore pra do kjo thënie. Pra ai njeri që përgëzohet me freskinë e bindjes, ai është njeri i lumtur. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, gjëja më e mirë që hidhet në zemër është bindja. Bindja e sigurt, bindja e plotë, el yaqinu. Sepse kur zemra është e bindur, ajo është e qetë. Imam Aliu pasha qofit dhe ka thënë, bindja është koka e fesë. A bindja është koka e fesë. A ka ma madhështore? Pra kur jemi të bindur që kjo fe është fe e vërtet, që feja është edukuese, feja është ajo që na siguron lumturinë në këtë jetë dhe në jetën tjetër, po ashtu pra, duhet jemi të sigurt, të bindur plotësisht që feja është ajo që rregullon marrëdhëniet njeri Zot
të njeri. Prandaj, edhe Imam Ali a.s. kur thot bindja është koka e fesë, me kuptim që ne të jemi të bindur në ndikimin pozitiv të fesë. Kur feja nuk dikon negativisht tek njeriu, as edhe një herë. Por njerëzit që e akuzojnë fenë, ata nuk e njohin fenë. Si i thot Imam Ali a.s. kur thot që njeriu është i armik i asaj që nuk e njeh. Pra ata që nuk e njohin të vërtetën e fesë, ata janë armikët e saj, ata e kundërshtojnë. Ata e akuzojnë e baltosin fenë, sepse nuk arrin ta perceptojnë të vërtetën e fesë, ose nuk duhen. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, durimi është gjysma e besimit, ndërsa bindja është i gjithë besimi. Pra durimi është gjysma e besimit, ndërsa bindja, el-yaqin, është i gjithë besimi. Prandaj pa duhet të jemi të bindur plotësisht në këtë jetë. Imam Sadiq paqja qoftë mbi të ka thënë, besimtari ka forcë në fe, vendosmëri në butësi dhe besim të mbështetur në bindje. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi në një thënie të tij na sqaron shenjat e atij që ka bindje të sigurt, bindje të plotë. Në një transmetim, në një hadith, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë, shenjat e atij që ka bindje janë 6. E para, është i bindur në Allahun, prandaj beson në të. E dyta, është i bindur se vdekja është e vërtet, prandaj i druhet asaj, i friksohet. E treta, është i bindur se ringjallja është e vërtet, prandaj ka frikë nga turprimi në ditën e gjykimit. E katërta, është i bindur se xheneti është i vërtet, prandaj dëshiron të shkojë në të. E pesta, është i bindur se zjarri i xhehenemi është i vërtet, prandaj përpiqet ta shpëtojë veten prej tij. Dhe e gjashta, është i bindur se llogaria, gjykimi është e vërtet, prandaj e llogarit veten e tij. Ato janë shenjat e atij që ka bindje. Dhe ne duhet të llogarisim veten tonë pra para se ta bëhet llogaria. Të dashur vëllezër dhe motra, bindja e fortë në kohë dyshimesh dhe krizash është shenjë e besimtarit të vërtet. Ajo është si rrënja e thellë e pemës që nuk e shkul as stuhia më e fortë. Prandaj, dhe të jemi pra të gjithë të veshur, të pajisur me këtë cilësi të lartë, me cilësinë e bindjes, sepse ajo është shpëtuese. E lutë Allahun e madhruar të na dhurojë bindje të patundur, durim në sprov, qetësi në ankth dhe shpresë në çdo vështirësi. Allahu na dhon durim, forcë, na forcoft bindjen dhe na bëft që të kalojmë nga kjo jetë si musliman dhe besimtar të bindur ndaj tij. Dhe në një lutje thuhet Allahumma rzuqna al-yaqina wa husna dhanni bik wathbit raja'aka fi qulubina hatta la narju siwaka wa la nalja illa ilayk ya arhamar rahimin. O Allah, na dhuro bindje të plotë dhe mendim të mirë për ty. Forcoje shpresën tonë tek ti në zemrat tona, derisa të mos shpresojmë në askënd tjetër
përveç teje dhe të mos kërkojmë stre veç se tek ti. O mëshiruesi i mëshiruesve, Allahu ju ruaj ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin ju.